Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Në seancën përkujtimore në Kuvendin e Kosovës në nderim të 18 vjetorit të pavarësisë, kryetaria e grupit parlamentar të Lëvizjes Vendosi Arbëria Nagafsi vlerësoi se kjo ditë është një kujtesë e luftës së pastër dhe të drejtë të ushtrisë çlirimtare dhe gjakut të derdhur për liri. Kjo ditë është një kujtesë e gjallë e rrugtimit tonë të vështirë, e qëndresës të brezave të tërë, e luftës së pastër e të drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe e gjakut të derdhur për lirinë që sot e gëzojmë. Nagafsi shtoi se Kosova ka dëshmuar se ditë qëndroi fort edhe në kohë të vështira. Sot Kosova është një realitet shtetëror i pakthyeshëm. Një shtet që pavarësisht sfidave ka dëshmuar forcë, stabilitet dhe përkushtim ndaj vlerave demokratike. Një shtet që po ndërton institucione, po fuqizon sundimin e ligjit dhe po ecën me vendosmëri drejt integrimeve euroatlantike. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës në ceremoninë e mbajtur në Kuvend deklaroi se Kosova është realitet i pakthyeshëm. Bedri Hamza përmendi dhe gjykimin e ish-drejtuesve të UÇK-s që po bëhet në Hag, e ku nënvizoi se nuk do të lejojmë që historia të nënshkruhet në kurizin e sakrificës. Lufta çlirimtare është në bankën e të akuzuarve në Hag. Lufta jonë çlirimtare po gjykohet. Ata kanë kontribut në shtet. Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli e Recep Selimi po gjykohen. Dhe sot du ta themi qartë dhe me vendosmëri. Besimi i Kosovës në drejtësinë ndërkombëtare nuk duhet tradhtuar. Ne nuk lejojmë që historia të rishkruhet në kurriz të sakrificës sonë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës në 18 vjetorin e pavarësisë është i mendimit se nuk ka as procese as forcë që ndryshon lavdinë e luftës së pastër të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nga foltorja e Kuvendit, Lumir Abdigjiku nënvizoi se sakrifica e luftëtarëve të UÇK-s, heronjve, dëshmorëve dhe martirëve që qëndrojnë në altarin e kësaj republike mbetet pjesë e pandashme e historisë sonë. Abdigjiku tha se pavarësia e Kosovës është kulmi i një procesi të gjatë shekullor për mbijetesë. Nuk ka as proces, nuk ka as forcë që ndryshon lavdinë e kësaj lufte të pastër dhe historike të popullit të Kosovës dhe ushtrisë tonë çlirimtare. UÇK është vetë populli i Kosovës. Këto dy rrugë, ajo patësore dhe ajo çlirimtare, janë rrugët e popullit tonë drejt lirisë dhe pavarësisë. Ato nuk e përjashtojnë njëra tjetrën, ato e plotësojnë njëra tjetrën. Ato së bashku krijuan kushtet që Kosova të mbjetojë, të çlirohet dhe më në fund të bëhet shtet. Vetëm duke respektuar të dyja, historia jonë mbetet e plotë dhe ndershme. Urimeve në ditën e pavarësisë në Kosovë u bashkua dhe Enkel Rexhepi nga Këshilli Kombëtar Shqiptar në luginën e Preshevës. Në mesazhin e tij Rexhepi theksoi se pavarësia e Kosovës është një ditë që kujton sakrificën e dëshmorëve dhe guximin e shqiptarëve për të ndërtuar një të ardhmë të lirë dhe të drejtë. Sipas tij, kjo datë shërben si simbol bashkimi për shqiptarët kudo që janë. Nga lugina e Preshevës deri në çdo cet të trojeve, kjo ditë na lidh si kom dhe na kujton përgjegjësinë tonë për të ndërtuar një të ardhmë të fortë. Shkruan Enkel Rexhepi nga Këshilli Kombëtar Shqiptar në luginën e Preshevës. 5.000 emblema magnetike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës u vendosën në monumentin e pavarësisë së Kosovës në Bor në 18 vjetorin e pavarësisë. Aktivistët e platformës Liria ka emër e sollën këtë realizim si një gest simbolik për ish pjesëtarët të UÇK-s që po mbahen në Hag. Kryeministri shqiptar Edi Rama e vlerësoi si një shenjë respekti për sakrificën e kombit dhe simbolikën e luftës për liri. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.